Janë këto flakët e zjarrit që përfshin mëngjesin e së mërkurës banesat sociale të komunitetit rom në lagjën Skënderbeg të qytetit të Shkodrës. U krijua një situatë e rëndë për fal ndërhyrjes së shpejtë të mjeteve zjarfikse, u arrit që flakët të izoloheshin. Fatmirësisht nuk ka pasur dëme në njerëz, ndërsa 2 banesa janë shkrumbuar tërësisht. Njëra nga banore dëshmitare e kësaj situate tregon. Nuri ke kjo lagja këte, bëm pa djali me pa që u doj që shpia gjyshit, i ka rëmë të fil djalit, i kanë që në spital. Këto nuk janë shpi me tulla, këto janë kantina me shkume. Vetëm nga korenti ku shedi ka bërë defekt, se ka ikur tjetëri, ka ikur se ka punë të veta, e shumë bomben, e shumë gjona taj, edhe u largu, krushku. Edhe vetë ti u ka marrë korenti. Ndërsa përgjegjësi i grupit të shërbimit të zjarfikësve Elton Hoti thotë se ishte një rast mjaft i rëndë, por që u arrit të shmangeshin ngjarje tragjike dhe të izolohej përhapja e flakëve. Në orën 9:15 minuta morëm informacion se në lagjën Skënderbeg, ku janë ta banesat sociale të komunitetit rom, ka rënë zjarr. Menjëherë u nis në vendngjarje, me nisjen e parë, me efektivin, dhe kur ardhëm këtu, çdo gjë ishte në zjarr. Sipas dyshimeve, dyshohet se mundi kenë një bombë gazit. Menjëherë, fatmirësisht nuk ishte njerëz, domethënë që kishte njerëz brenda në këta kabinat. Menjëherë u ndërhy, njoftova të vinë me zjarr dhe automjeti nisja dytë, se u dote se ishte zjarri me përmasa, dhe fatmirësisht e fal në hyrës son, arritëm shpëtojmë se këta janë 8 kabina, vetëm 3 parat, domethënë ishte zjarri te kabina 3 aty ishte zjarri, aty domethënë bëmë paranalimin. Administratorja e banesave sociale pranë Bashkisë Shkodër, Fatmira Kraja, thotë se do të merren masat e nevojshme për trajtimin e 2 familjeve që u dogjën banesat. Karoz jem në familjen banesës së Ilir Muhaxhirit, dhe në momentin që jam lajmëruar kam ardhur shpejt dhe kam lajmëruar zjarfikësat dhe i falenderoj shumë për gatishmërinë që treguan ndaj kësaj ditë, domethënë për 2 familje që janë të tjegun. Aktualisht janë 2 banesa të pabanueshme. Absolutisht nuk dinë arsyen, do të jenë eksperta që do të napin domethënë arsyen e kësaj ngjarje të sotme. Me 2 familje do të marrim masa që do t'i strehojmë që ta shohim një vend të përshtatshëm për 2 familjet. Në këtë blok të banesave sociale të ndërtuar vite më parë janë sistemuar nga Bashkia Shkodër 27 familje të komunitetit rom. Ndërkohë në Shkodër mbi 100 familje të këtij komuniteti jetojnë ende në baraka, dhe është domosdoshme të investohet për shtimin e banesave sociale për strehimin e tyre.